Komunat e rajonit të Pollogut akoma nuk kanë një deponi rajonale, ate janë duke hedhur mbeturinet në Rusino në një deponi. Kryetarja e komunës së Tetovës, e cila u theq me qendrën rajonale të komunave të Pollogut, thotë se gjithë procedura duhet që të nisë nga fillimi. Sipas Arifit, duhet të kemi një kompani me partneritet publiko-privat, por akoma nuk është vendosur dhe kjo sipas saj do duhet të diskutohet me komunat e rajonit të Pollogut për hapat e ardhshme. Rastin në fjalë, me thënë ajo është një proces i cili ka fillu shumë përpara vitit 2013, edhe në kohën ku rajoni planor faktikisht u ndru përbërja, në fakt ajo ishte gati në fund dhe komisionet e Ministrisë e Ekologjisë kishin pru faktikisht mendimet e tyre. Sipas mendimit të këtij komisioni, në fakt nga kompanitë e mbetura ishin eliminuar dhe e fundit e cila kishte mbetur po ashtu ishte eliminuar për shkak të konfliktit të interesave me që përpara ka pasur domethënë ndonjë projekt lidhur me komunën e Tetovës. Dhe duke u nisur nga ky fakt që komisioni i formuar nga ana e Ministrisë së Ekologjisë na dha këtë mendim dhe duke u nisur nga fakti që qeveria solli vendim për prishje, me që ai nuk ishte vendimi po i qeverisë, domethënë ne të gjitha komunat e rajonit të Pollogut u desh që ta pranojmë vendimin e qeverisë dhe normalisht tani në mbledhjen e ardhshme të rajonit planor do ta hapim edhe një herë, domethënë debatin si do të shkojmë, domethënë a do e bëjmë ne, a do ta kalojmë përsëri te qeveria, apo cila do të jetë dinamika e punës. Unë mendoj se për këtë ka nevojë partneritet publik-privat, megjithatë janë studimet e fizibilitetit ato të cilat do ta tregojnë më së miri. Shumica e komunave të rajonit të Pollogut akoma nuk e kanë të zgjedhur problemin me deponin, duke përfshirë edhe komunën e Tetovës, e cila për momentin është duke i mbartur mbeturinat në Rusino. Komuna e Tetovës e ka një qendër për ngarkim-shkarkim në hyrje të qytetit për nga Shkupi, ku në të shumtën e rasteve aty grumbullohen mbeturinat dhe kundërmon erë keqe.